Pashalon, më kallëzëm, pashë Zotin që ka kriju qiellin e tokë e male. Apo në me Zoti të ka bë farz 5 vakt namazin, ka thonë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pashallahin po më ka bë farz. Edhe zakatin e haxhin, agjërimin e ka përmendur pra 5 kushtet e Islamit. Ka thonë nëse unë çdo i praktikoj, çka më garantohet? Ka thonë garantohet xheneti. Zoti të sanë nuk mundesh domethënë mi jam shef ose me lëshu fore. Ti mundesh njerëzve një gjatë tillë, pse të njerëzit një javë, një muj, 2 mas ka bjerë pastaj. Allahu ju ka thonë beduinët i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amanna besuam. Zoti ka thonë ja, ju s'keni besu akoma. Ka mundësi dikush të quhet musliman nga ana jashtme, të dorëzohet para ibadeteve, të pretendoj, por kur janë pyetje praktika edhe ana brendshme, më thonë sprova më e vogël, i dashni, një afërt, një dashur, djali, baba, dikush ani, qotë edhe çmendet. Tash me thonë, ja, s'pom binde, s'pom knaq. Ti dush me bo amen. Kur thot komandanti, qështu, ka teka e punë. Pas pa ma merë më menja. Ti nuk i guxon mi thonë komandantit atje në ushtri s'pa ma merë menja. Allahu të zëvgjel pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk guxon mi thonë, halas mu ka mush menja. Zemrat e vdekura nuk ndjejnë fatkeqësi për lanjen e ibadeteve. Nuk ndjejnë fatkeqësi për veprimin e mëkateve. I sheh normal. Edhe me matematikën tonë, me logjikën tonë, ti nuk mundesh me pranu pse ky e bën këtë haram. Pse ky çotë rrej babën e vet, nonën e vet. Pse ky çotë ju shet drog njerëzve, apo e sheh me durët e veta, i shkatron fëmijët e qytetit. Thu kjo ka zemër, jo nuk ka zemër ai. Ai ka zemër veç për me pompu gjakun, kur gjë tjetër s'ka, po, fizik. S'ka domethënë ata të ndjesinë, të ndërgjegjen, pse i ka vdek për arsye se çajo zemër që ai po pretendon se është e bardhë, ai nuk po bën fruta, domethënë nuk ka rezultate prej saj. Mos i shpalos çdo kon mëkatet e tua. Ose ai të thotë hoxha unë kam bë kët, kam vjedh, kam bë moralitet tani kur e di Zoti le ta dini shuj, sepse kjo është nxitje ka keqja. Ato që ti kam shef Allahi, më shefi edhe ti. Cili është dallimi mes atij që e praktikon fen sinqerisht dhe mes atij që e ka sa përsye faqe? Ka raste kur disa të tillë besimtar rrugaça hynë në Islam edhe nuk e lën rrugaçllëkun e vet. Kapadai, sjelljen e keqe, çato ofendime, çfarje. Po. Mirët hala me bizneset haramit. Pse? Ja ka leju dikush. Në amën të fesë, se këta janë qafira. Kjo është ideologji e rrezikshme, e ndaluar në Islam. E ata që janë besimtar, ata në përputhshmëri me argumentet e Zotit i kryen e i lan lakmit e veta kur është mpyte hududet, kufit Allahut xhaleshanu. Sa ma shumë që punon për një qëllim që s'është razilluku i Allahut, Allahu ka më punu kundër qëllimit tanë. Për shembull dikush punon e fal namaz, mi ba fytyra dritë nur, si ban nur. Dikush jep sadak, jep zeqat, jep sadak, për mu përmene amniti. Nuk përmenet. Zakonisht përmendet ai që e bën msheft. Veç msheft. Apo qysh kam i dal në shesh. Do me fitu autoritet të njerëzit, respekt. Mshef i badetet. Të thush me zemër edhe të shqiptash me gojë, është e rëndësishme, por ajo kyçja kryesore mbetet praktika. Sidomos në pyetje epshi, kajtja, lakmia, harami edhe dini Allahit, kuj na japim përparësi. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, vëllezër dhe motra të nderuar që jeni duke ndjekur emisionin ton. Javën e kaluar kemi diskutuar temën hipokrizia, kurse sot do të bisedojmë, do të shtjellojmë me hoxhën e nderuar me temën rreziku i besimit sipërfaqësor. E kemi të ftuar hoxhën e nderuar, hoxh, mirë se erdhët. Mirë se gjeta Islam ty edhe teleshikues të këtij emisioni. Allahu ju shpërblet gjithëve. Amin. Faleminderit. Amin. Hoxh, a mjafton një njeri i cili llogaritet besimtar apo i thot vetit besimtar, por veprat e tij dhe sjellja e tij nuk përputhen me besimin e tij? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun azza jalla falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Vëllai Islam, Zoti të ruajtet bekoft, Allah të nderoft. Edhe lut Allahun që ta shpërblej ty edhe gjithë atyre që qëndrojnë mas kamerave të lodhur dhe të djersitur me na
e përgadit këtë ambient kaq të bukur edhe të mirë që ne veç me gjithë hazër dhe me vazhdu. Zotë ju shpërblet gjithve. Amin. Sa i përket pyetjes tënde, domethënë ashtu siç edhe u potencu në titull, kjo është një prej çështjeve vërtet edhe të rëndësishme, po edhe të rrezikshme. Të rëndësishme që duhet me pas parasysh, të rrezikshme që nëse nuk e ka njëri parasysh, atëherë mund t'ja dëmtoj punët e tij, por edhe mund t'ja shkatërroj të tëra, sepse rreziku i pretendimit se po besoj, domethënë me gjuhë, pretendim me gjuhë, edhe në anën tjetër me vepra është tjetër ka, e sjell deri edhe tek ndërlidhet edhe me hipokrizin, me munafiklukun. Prandaj Allahu xhaleshanu për me treg vërejtjen, edhe në Kur'an e ka përmend surën Hujurat këtë çështje ku në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka pas njerëz nga nomadët, nga bojdojnët që kanë ardhur te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Zoti ka ditë zemrën e tyre sepse Allahu nuk e mëshifet asgjë. Edhe van pretendimet tona ose dikuj, atë në lafe goje që na shohim disa njerëz të caktuar për pa na qofshin politike ato ose sociale ose thjesht për biznesin e opton çohet edhe pretendon se është fetar apo diçka. Zoti të sane nuk mundesh domethënë mi jam shef ose me lshu fore. Ti mundesh njerëzve një gjatë tillë pse të njerëzit një javë, një muj, dy, mas ka bjerë pastaj. Allahu ju ka thonë beduinët i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amanna besuam. Zoti ka thonë ja, ju s'keni besu akoma, por thuni u dorëzuam, eslemna, se amanna në gjuhën shqipe do të koment, në gjuhën arabe s'ka nevojë për koment se kuptohet. Amanna dhe eslemna. Amanna është me besu, me zemër, me bindje edhe me qitë në praktik me qitë qatë besim brendshëm. Por të mos besosh me zemër, po vetëm të shtiresh në praktik, kënëson jam besimtar, unë e falem, unë anej, unë e kënej, kjo është eslemna, dhe më thonë, anën e jashtme në duke më shtire dhe në gjuhë, si besimtar, a ona brendshme më konë kret tjetër ka. Ndaj Allah ka thonë, thuni neve u dërzuam nga ana jashtme, u dërzuam dispozitave të jashtme. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ama imani çka? Halas ka në zemrat e juaja. Prandaj pretendimi të shqiptash ose të pranosh me gojë diçka, na themi, okay, po ta pranojmë na deri sa jemi në rregull jemi me ty, po thojmë ti je besimtar, por ta shohim me kalimin e kohës ku është niveli yt i praktikës. Nëse ti në praktik nuk vrehen kurfar lëvizje, kurfar aktivitete fetare, kurfar ibadete, reflektim s'ka, atëherë themi kjo është vetëm pretendim me gojë, edhe kjo është e vlefshme, nuk është absolut e vlefshme. Nuk vlen as pak. Pra na japim, na në shikimin e parë nuk guxojmë të akuzojmë muslimanët të cilët kanë thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah ose thonë na jemi musliman, na do të thonë Allah i ka thonë atyne se Zoti ja u di zemrat, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja u ka ditë. Edhe na nuk ja u dim zemrat njerëzve. Në shikimin e parë themi ky kona musliman, pastaj e shoshitim. Pastaj shtim në për laboratore, në për lloj-lloj eksperimentesh, me kalimin e kohës vetë e shti vetveten, se na nuk kemi nevojë të mi thonë mi marr, hajde tash na duhen me testu. Po fale namazin, po fale këta, po mi vu kamerat mi shafta ku e diçka të shtëpia ne, jo, na kështu nuk na lejohet neve në Islam, stakfirullah. Por praktika ati na bin neve se a ka punime me gjithë zemër, edhe ai pretendim ai iman që e pe shqipton me gojë, që pe pretendon, që pe pohon, a ka vend zemrën e tij apo jo. E këtu është ai dallimi shumë i madh që krijon hendeçe mes realitetit dhe pretendimit. A ka të tillë? Po, ka të tillë, ndoshta në temë të aty ki edhe në pyetje cila mund më na thon praktikisht, domthon kemi sa dush raste kur ti habitesh me njerën, apo thon, çfarë pretendues, çfarë manipulante, çfarë s'di, do thon kur janë praktik, provimin e parë bjen provimin e parë ai pretendimi ti. Prandaj me imanin në zemër, në anën e jashtme mu duk se je besimtar, është po them kollaj, sepse mundesh me i krye adhurimet e jashtme, namazin, agjërimin, zakatin, haxhin, këto janë të jashtme. Prandaj ai që i kryen këto quhet muslim. Pejgamberi alayhis salam kur ka pyet Xhibrili, çka është Islami, ka thonë me ra shahadet, me fal namaz, me dhënë zakat, me agjëru, edhe me kry haxhin. Pastaj ka thonë çka është imani. E imani ka të bëjë me anën e brendshme, me besu Allahun, me laçet,
librat pejgamberët deri në fund 6 kushtet e imanit. E këtu pastaj këtu janë ato që ka mundësi dikush të quhet musliman nga ana jashtme, të dorëzohet para ibadeteve, të pretendoj, por kur janë pyetje praktika edhe ana brendshme, më thonë sprova më e vogël, i dasmi, i afërt, një dashur, djali, baba, dikush janë, quhet edhe çmendet. Bën atë që e ka ndalu feja, shehti dhe më thonë shenja të pakënaqësisë me caktimin e Allahut, pa sabër, besa dhe të kufrit. E kështu që të pretendosh edhe të jesh real diçka ka dallim, por këta mund ta vërtetojmë me praktikë të njerëzit, e jo me të parën. Cilat mund të jenë shenjat që tregojnë se feja ka depërtuar në zemër? Gjëja e parë, unë që do të thoja është ajeti kuranor, sami'na wa ata'na. Kur besimtarët ndëgjojnë urdhën të Allahu xhaleshanu, çka thonë? Dëgjuam dhe u dorëzuam. Vepruam, punuam. Jo sigurisht jo besimtarët ose ata që kanë lyp sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe kundërshtuam. As me kundërshtu nuk lejohet. Kur e keni ajet, kur e keni hadith sakt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka përmend Zoti, kur Allahu thot diçka, vendos diçka, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i inspiron nga Zoti, hadithi i sakt, edhe thot Allahu ma kana lahumul khiyara, nuk ju takon më aty në me kçyr, mos pëgjojmë një alternativë tjetër. Një zgjidhje. Prandaj ka pas rast kur s'kan dash mu gjyku do munafik të pejgamberi alayhi salatu wasallam, se kanë ditë që Resulullah gjykon me Kur'an, me Sunet, drejt. Kanë thonë do të shkojmë te hebrejt e Medinës, se jaudit tani ne me korruptu këta më ndru pak më am shef aty në ajet të Teuratit, po minru meselet, hajt se s'po lexohet që kjo t'ia vu gishtin. Jo. Muslimani do të thonë prej shajeve ashtu. A ka thonë Zoti, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kry. Na kemi rastin e Haxherës me Ismailin alayhi salam, kur Elan Ibrahimi alayhi salam i inspiruar nga Allahu në një vend wadin ghairi dhi zara, me një lugin pa kurfar. Dhe më dhamë pëmë përime, pa kur farë ujë, as kur që heqë, vdekje, do më përpeqan ti me dek. Nga shikimi jashtme. Ashtu logaritën nga pamja jashtme. Pamja jashtme. E tash, qka për i thot bashortja, o burë jam. Allahu amarake bi hadha, Zotit ka urnur me këta? Thot po. O kryve që ta du. Atër Zotit s'ka me nalon keq, s'ka me nalon me shku dam. Qysh do që të ndodh? Qysh ndodh, ndorë të Allahit është. Por na jemi të kënaqur me caktimin e Zotit, prandaj besimtari, ai që është pretendues, edhe ai që është për një me hakikat, ja thua jetën, ja thua hadithin, nuk fillon me të filozofu vëlla. Ti i thu mesele, dhe më thone, për shkak të trashëgimis, sa hise djali sa vajza. A ka hise vajzat e çota të besimtari thot vetës, kur nuk jap unë hise dhëndrit. Sidomos fillon me filozofu, i thu ti domethënë drejta në islam për hakmarrje, domethënë që dikuj ja ka myt babën ose diçka, duhet shariati, domethënë ligji çat person dora se jo unë shkoj avroj djalën më të mirë, ka dalë kush je ti me jo nëse pranoj këta përmend mesela për shembull 2.5% si zakatit. Për çka unë më dhon 2.5%? Le të punojnë edhe ata fukarat vet. Unë jam lodh. Unë vet jam lodh, unë kam fitu vet. Praktikisht ti domon kur ti vjen pasaj një rast i dekjes nga frika, nënshtrohet më një herë. Nënshtrohet ose çështu ti. Mas një muaje, se po mas një javë se alhamdulillah majm ka pak kur na ndodh një dekje, rumi ndarsëm nuk çmendemi se kem pas rast dekje. Kur vjen ndarsëm e shet që i njëjti person që të kanë ngue, ku e diçka, ka ndryshu. Kur i vjen një smundje, një telashet, dërzohet, ullet, qysh me abo hoxha fene. Kur i vjen një gzem, një diçka, do me dal, mu qmend, e harën unat e Zotit as vëgjel. A është një njëjti person apo jo? Prandaj, pretendimi dhe realiteti ose praktikimi kanë dallim e kryesore që thash është që më koni gatshëm me pranu isha njëherë të vetë njoni për meselën e mesteve edhe shkurtimit namazit në udhtim mestet, më dhon mest çoraba mesteve, asë është më rëndësi, edhe shkurtimin namazit në udhtim. Thoj ke s'po mushet mu menja, ma mirë pi fali 4 rekat. Edhe s'po mushet menja më dhon mesteve, ma mirë pi laj kamë tani pse oftoft të dimën e bore jam në udhtime. Ja, ti pas ke problem tash me besimin. Unë nuk du të qes tash të akuzoj ty deri në kufër për çet mesele. Ama së që ka shpirtu të akoma i përgaditun që kur vjen dispozita a Zotit, qoftë edhe lehtësim, pse se marti lehtësimin? Kur Allahu i dën lehtësimet,
Pse e ngushton vetes? Pse? Po jo, mu nuk s'ka nevojë tash ti. Po mendja mu nuk më ka. Ti mundesh për një mesele që është ka dy mendime mes dietarëve, me zgjedh çdo matronën, po ki çaf ti vetes tonë më janë shtrëngu nga frika, nga devotshmëria, nga zuhdi. Në rregull, janë do mesele që dikush problemove ka letu do Shamë po, ka vja dorës grus huj të banë ata prish abdesin, ajo ma sakta që s'ta prish, por hajde që po doj këti me marrë qatë matranën. Po ndo mesele që të qartë janë, dhe më thonë që lejohen shkurtimi namazit në udhtim, dhonja mes mesteve ose qërabve trashe ose dispozitat. Tash me thonë, ja s'pëm binde, s'pëm knaq. Ti dush me bo amen, ku thot komandanti, qështu, ka deka e punë. Pas pa ma merë më menja. Ti nuk i guxon mi thonë komandantit atje në ushtrisë pa ma merë menja. Allahu të zëvgjel pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk guxon mi thonë. Halas mu ka mush menja. Prandaj, pretendimi edhe ti, dhe më thonë, edhe praktika janë diçka tjetër. Kështu që, kjo është kryesorja, normal ka dhe ndoshta shumë shembuj që mundemi marrë ose sebepe, por dhe më një pra e tyne është që besimtarët kur ju vjen një urdhën nga Allahu Gjeleshanu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç e këshyrin, a ka thonë, Allah ka thonë pejgamberi kry. Përmendë një shembull Ebu Bekri radiallahu anhu, kur i kanë thonë Ebu Bekrit shokujt, po pretendon se ka shku në Aksa, mëna në natës edhe është kthy. Ebu Bekri hala pa ka taku pejgamberin alayhi salatu wasalam. Atë ka qenë një bindur në fjalët e Resulullahit, edhe nëse janë të pakapshme për atë kohë, se sot është të kapshme, me shku mrena ditës 1500 km, edhe më kthy është normale me aeroplan. Domethënë çdo kush e pranon sot. Në atë kohë ishte pamund. Ebu Bekri veç të këta ka dyshu, jo të pejgamberi alayhi salatu wasalam, veç ka dash me vërtetu. A ka thonë ai, mos po malshani, po, fore ju mos po malshani. Po, veç a ka thonë pejgamberi. Po e ka thonë, sigur t'jeni po, atër e kry. Edhe na dhe më thonë, momentin që na vjen dispozitat fetare, nuk ka po makona, s'po makona, po du, s'po du, po më pëlqen, s'po më pëlqen. Që ka zarë, s'pe marë, që ka... Prandaj, paramendo, ulemat kanë thonë, kërkimi lehtësimeve në për mezhebe, në për ulema, kjo ka thonë një lehtësim në filan, Imam Aliku, në filan meselen, aq të meselen, pe marru nëse, lehtësim kona. Ebu Hanife rahmetullahi ka thonë një lehtësim caktum që ka mujt me gabu, Ahmed ibn Hanbali me gabu, me shku me lyp lehtësimet. Mi a letu vetit dosane që s'ban me letu. Kjo është zendeka, është një loj fasikloku, një loj dëftyrësie, një loj dhe ma shifat që njerë është i smut në zamër. Me lyp lehtësimet në për djetar, në për se merë ato që janë që shduhet Ebu Hanife, se veç merë një 2-3 lehtësime. Thot unë jam Hanefi. Që i konvenojnë ati. E tash, kjo nëse s'po bojnë, ka se të nëzirë, lemat kanë thonë nëzirë, kjo pej fes. Atër, pra, me shku mi marrë lehtësime tani në ka janë. Po kur ta bjen Allahu direkt një urdhën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt, ajet ka të Kuranit për një meselë të saktume, për kamatën për shembull, apo thon. Edhe ço taj ma filozofon mund, do të thonë edhe thotë, jo se ka dallim, edhe ka kështu, ka ashtu. 1400 vjet të gjitha shkollat janë të pajtimit për X meselën e kamatës. Nuk ki tash jam të jetu atje, jam të jetu këtu. Për do gjana. Atëherë kanë përmendë dhe vazhdojnë të përmendin rastet kur po lejoka, domethënë për X arsye, kur po lejoka se mos keq kuptohem tash më thonë pas ka dhe me shku, hajde vëgjë të cilat janë ato raste. S'ka për jetë në Gjermani, po duhet me jetu 30 vjet me qira, po Gjermani jeton 30 vjet, jeton edhe ti. Ose ktheu në Kosovë, tani edhe ruaj lo, po çish ku më rujtuan para 40 vjetë. Edhe jeto Allah me faqet bardh. Ama ti mos bukoni gatshëm i pranu dispozitat e Allahut të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është një prej pretendimeve masani. S'ka, ka thënë Zoti u kry. Pse Kurani shpeshherë e lidh besimin, imanin me veprat e mira? Po, kjo është ndoshta thelbi i kësaj teme, për me na dhënë me kuptu se imani pa vepra të mira është pretendim. Është pretendim edhe më saktë, e kësaj mesele është që e bile sa për dobi, për mi 50 vende në Kur'an përmendet ata që kanë besu dhe kanë bërë vepra të mira. Ulemat kanë thonë, është kjo tërheqje e vërejtjes për secilin pretendues që ti që pretendon se ki iman, nëse se çron me vepra të mira, atëherë domethënë mbetet veç pretendim. E nëse ti që po thu kam besu, edhe po punon vepra të mira, jetu i kry domethënë mas pare farzat. I ke shirkut.
pastaj edhe sunetet sipas mundësive, nafilet hapet sipas mundësive, ti ki punët mirë. Domethënë e përmend për me të rejk vrejtën, bile, domethënë na dim që veprat janë pjesë e imanit. Imani është fjalë, është bindje, fjalë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ama kjo fjalë me dalë me bindje të zemrës. Edhe pastaj më vërtetu me punë. Me praktik, duke i kry obligimet. Një njeri cili ka pretendun të njetën, ka ra shahadet, ka thonë të njetën e kam zemrën e mirë, kur s'ka punu veprat mira? Çfarë besimtari? Domethënë është kontradiktore, është në kundërshtim me veprat e veta, edhe shet që... Kurse të populli që thojnë, unë nuk falja, po e kam zemrën e bardhë, e kam zemrën e pastër. Po. A mjafton këtu zemra pa u falja, po pa agjeru Ramazani. Për fat keq mëllimet mu, ajo pjesë e popullit që dojnë me gjetë ngushëllim për largimin e tyne nga ibadetet, ngushëllim me këtë bindje. A kjo është puro nga shejtani, bindje nga shejtani, që asesi nuk ka të vërtet, nuk ka realisht, nuk ekziston një besimtar, bi thonë vetës jam besimtar, edhe kam zemrën e mirë pa vepra, sepse zemra mirë duhet të vërtetohet me punë. Njëjtë sikur se njëri që mund me thonë, për shembull, unë kam një makinë të mirë, e kam motorin ekstra, anek Nissan, po nuk dhez. Kupton? Nuk dhez. Po pastaj pretendimi edhe logjikisht pretendimi se unë kam zemrën e mirë edhe kjo mu më bën besimtar të mirë, edhe mendon që ka më shpërblyt te Zoti pse e ka zemrën e mirë sipas tij, është edhe fjala e Hasan Basriut, lejse iman bitamanni wala bitahalli. Imani nuk është me pretendime dhe me zbukurime të jashtme. Pjesa jashtme e dukjes duhet të reflektoj besimtari që është besimtar, gjithsesi dhe me ato mundësijat e veta. Jo, do më thonë me vu një shaj, një qafë, ose në vesh, ose një zyllift gatë, ose një kryq, edhe i thot vetës musliman. Jo këta, nëse leta ban aj që ka fejnë vetë ata. Ama ti jo, tash, ama të mendosh se duke jashtme, pas një vepër, edhe të unë po jam besimtar, qëre që po dukem si musliman, është, po thot Hasan Basriu, e pavlefshme, sepse imani është shqiptim, do më thonë, me goj, edhe vërtetim me vepra, që ato që ka ke shqiptu, që ato që ka ke pretendu, për me vërtetu, dush me punu me to. Se nëse nuk punon kur gja, atër pretendo sa dush kam zemrën e pastër. Zemra e pastër kërkon për reflektim, vërtetim me vepra. Zemra me iman i përngjan rënjes të një pemë, e cila ka detyrimisht një pemë për me qenë e shëndosh, për me qenë produktive, për me qenë me ditë që ka jetë, që kjo rënje është e thellë dhe ka jetë, duhet na me pa gjethe, duhet na me pa gjallëni, duhet me pa fruta. Shtrita, popton pema, në pranverë dalin gjethet, dalin lulat, pastaj dalin frutat, në vjesht bid, pranverën tjetër apet, do më thonë prodhone, ban diqka. Që kjo është edhe zemra besimtarit i ngjan rajve, që punët e tia, sa ma shumë punë, që është ma shumë molla, fruta. E nëse s'ka, jo, është tha, do më thonë, s'ka kur farë gjallëni, edhe thot që kjo pem është e gjallë, është nush, ja, në i themi, ja, më bën halal, po kjo pem veç, ka ecë, ka dek. Kështu është edhe zemrat e vdekura nuk ndjejnë fatkeqësi për lanjen e ibadeteve. Zemrat e vdekura nuk ndjejnë fatkeqësi për veprimin e mëkateve. I sheh normal. Edhe me matematikën tonë, me logjikën tonë, ti nuk mundesh me pranu pse ky e bën këtë haram. Pse ky çohet e rrej babën e vet, nonën e vet. Pse ky çohet ju shet drog njerëzve, apo e sheh me durët e veta i shkatron fëmijët e qytetit. Thu, kjo ka zemër, jo, nuk ka zemër ai. Ai ka zemër veç për me pompu gjakun, kur gjatë tjetër, s'ka, po, fizik. S'ka do më thonë ata të ndjesinat, ndërgjegjen, pse i ka vdek për arsye se që ajo zemër që ai po pretendon se është e bardhë, ai nuk po bën fruta, do më thonë nuk ka rezultate prej saj. A mund ta mashtroj njeriu me fjalë njeriun, por jo edhe Allahun, duke pretenduar se unë besoj. Ajo që përmendëm fillim kur beduinët kanë thonë besuam, Allah ju kanë thonë ja, thuani u dorëzuam. Do thonë pi pranojmë, po alo në zemër s'ka hyrë imani. Kjo ne me kuptu se ata kanë dashur me mashtru pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe për javën e kaluar folëm për
hipokritët apo dyftyrshit munafikt, edhe e vërtetojmë mbendshëm se me çdo kanë mund me lujt, me Allahun jo. Edhe një prej këshillave që kisha më dhënë gjithë secilit pretendues, atyne që mundohen me u shita shumë fleksibile edhe me lëshu fora. Mundën me lëshu fora filanit i fistekit, po unë jam besimtar dhe për shembull më marr njëonit të nderin, më marr shtëpinë tjetër me nëresh një mjeshtër i ndërtimit ose ku diçka tu pretenduesi besimtar. Ama këto fora nuk mund më lëshu Allahu te xhel. Do të thonë, është një gjuhë popullore thot fullirant me Zotin s'mund është më ba. Ti fora veç më lëshu njerëzve edhe ata në fat shkurt. Edhe asgjë nuk është lënia i ibadeteve dhe bërja mëkateve, çka është hala më shumë ma haron kur ti pretendon si e tu e mashtru, astaghfirullah, ai pretendon jo te Islam. Kur ai pretendon se është t'ju alshu fore Zotit azza xal. Ai thonë pra praktikisht ne jemi tema jon sa për sqarim për shikues nuk dojmë ta bëjmë shumë shkencore, dojmë praktike, bismillah. Shumë praktika, kupton, për ditë njerën e shet ti domon që e shet që është fullirant është. Ai do të lëshu fora, kupton, ai kam të arushës do të lënë dorë, veç më smuft. Kena pretendon se kam zemrën e pastër, jam besimtar, ku kanë për mashtron? Allahu mendon që e mashtron? Bilbile ka me pas në ditë kiametit argumentet na sjellin nga Kurani dhe Suneti se ka me pas njerëz të cilët kanë thonë Allahu ta xhel, jo zot kena besu na. Jo kena besu. Jo. Do të thonë kanë më munua edhe me Zotin kinse, çush kanë me arsye tu. Çush kanë bërë me njerëzit në këtë botë. Sa ne kemi raste kur do të thonë kanë shkuar edhe e ka pa që kjo është shembull fetar, është shit para ti fetar. Ai tjetri fetar edhe ja ka marr, do të thonë ndërtimin e shtëpisë. Ka shku me ta ka fal një xhama. Hiç pa kon i xhamasaj. Edhe ose ka shku ai pa në zemër me hyn, do të thonë më alshu një fora aty më marr një biznes në diçka, edhe në anën tjetër s'ka qenë vërtet i njëjti person çush është paraqit. Edhe pse Allahu gjithmonë maskat ka me rrezu, domethënë me shpalos, me nxjerr të vërtetën shesh. Edhe në këtë botë, po vetëm lypat kohë, po edhe në ditën e gjykimit, po edhe në botën tjetër. Andaj, po themi dhe po e përmendoj këtë pyetje, mundesh përkohësisht me ushtirë para njerëzve se je i devotshëm me pretendimet e tua. Por asesi mos mendo se me Allahun mundesh me lut këtë lojë. Prandaj, beri vetes mas, ma mirë pranoj e thuaj o Zot, po, s'jam të mujt me vepra me vazhdu, nimam o Allah. Me gojë jam musliman, me zemër po du mu bo musliman. Hala me vepra s'jam të mujt, o Zot, ty sun traj, o Zot jam. S'muj me të mashtru, Allah. Po është madhin tonë në imam. Dal për kësaj krize. Në shoqërinë tonë, kur i thu një personi, zakonisht ndodh në Ramazan, unë nuk agjeroj, po më shes Zoti mu. Çfarë më thon këto personave? Me këshillu se ai ka nga një aspekt ndoshta kur thot po të kallzoj vëllai Islam, po të kallzoj që unë jam të agjëruar mas e bedi Zoti di edhe ti. Kjo është shaj e sinqeritetit ti, duhet ta pranojmë. Shpakun nga në anën tjetër tash kur ta thot ty, a u ta thon veç ty, a u të dal në publik para 100 vetëve, a është të thon me dhimbje, a është të thon me krenari dhe me mendjemallësi. Unë jam të agjëruar, kur e di Zoti unë sni për juve, dela për para 100 vetëve, unë sni për juve. Ose edhe poston Facebook. Ose po topi to angër. Kjo ka dallim masane. Ama çka i themi ne veç atij që e shohim që ai e ka gajle, por për X arsye s'ka filluar akoma, i them, ky sinqeritet i yti është për të vlerësuar. Po mos dil në publik, mos e bën madhe se mundesh me ndiku negativisht. Ti e ke jetën e mirë, po negativisht të shoh dikush të ongër të pi kafe, ku diçka edhe pe poston midis Ramazanit, në ditë Ramazanit. Andaj mos ju kallzon njerëzve se i inspiron të shani djalin i 4-15 vjeçar, edhe ai të ka shembulltyr ty se ti ke mujt më koni suksesshëm në shkollim, je profesor doktor ose je biznesmen, edhe ai mendon që për çdo sent ti din. Atë shet që si të agjeru edhe inspirohet, thot po dukesh pas ka nevojë me agjeru. Prandaj çka më bën, më shefe që si të agjeru. Mos i shpalos çdo kon mëkatet e tua. Ose ai të thotë unë kam bë kët kam vjedh, kam bë moralitet tani kur e di Zoti le ta dinë njerëz shuj, sepse kjo është nxitje ka keqja.
Ato që ti kam shef Allah, më shefi edhe ti. Cili është dallimi mes atij që e praktikon fen sinqerisht dhe mes atij që e ka sa për sy e faqe? Po, kjo ndërlidhet me pyetjen para dy pyetjeve që e bane pak a shumë. Janë disa, ndoshta kisha me i dallu. E para është që kur vjen argumentet fetare, këtyre personave nuk ju tërqethet zemra. Kur lexon ajetet kuranore nuk kanë kurfar ndikimi. Domthon, pa marr parasysh a lexova ajetet kuranore, a knova aty në ikon nga heridin pashën apo kupton. Për ta njëjtë. Si kjo si ajo hiç nuk e kanë gale. Allahu xhel ka përmend Kur'an, që edhe tutla alejhim ayatu zadatuhum imana, shtohet imani, tërqethet lëkura, tërqethet trupi, ndjejnë apo kupton diçka. Pra mendo ti jo musliman, domthon kur vendosen për Evropë me ato ndëgjuese, domthon në vesh tak, opa, nalet njëri, la ilaha illallah, shase zemra ka nevojë për Kur'an. Diçka se dina çka është, kur i thotë çka është, diçka hynore, diçka fetare, nuk është njerëzore diçka. E kupton? Prandaj njëri që ka hup edhe çeta, që kur i lexohet ajeti kuranor, nuk ka kurfar ndikimi. Pastaj kur i përkthehet se Allahu xhaleshanu ka thonë kjo është haram, e merr përsi si mi kalu çoni në mizë, apo thon ka fytyra aty ose ka hunda aty. Allahu ka thonë, Allahu xhaleshanu ka thonë për 7 mëkate të mëdha është kjo magjia për shembull. Nuk e ka gajle atë punë, shka në për magjistare, ban ata, ban këta. Akuzon gratë ndershme, burrat e ndershëm, kjo për 7 mëkate të mëdha, apo pëtan. Pra, të argumentet e Zotit, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë waqaf indel Kur'an, janë nal, janë step, janë drab, kanë gadito kur ka ardhur ajeti kuranor, kur ka ardhur fjala e pejgamberit alaihi salatu wasalam, nuk e kanë diskutuar dy herë. Pastaj kur janë pyetje interesi i dunjas i tyne, apo në nështrimin dhe Allahut, nëse janë se interesi i dunjas me nështrimin dhe Allahut në parim nuk bin dash. Nëse që ky interesi i dunjas është me halal, s'bin dash. Domethënë ti mundesh më bë milioner, po veç fitoje me halal. Nëse mashtro kërkon, jo me kamat, me kredi, jo me droga, jo me ato, jo me këta, jepe zekatin, kur është vakti zekatit, nuk bjen ndesh. Por, kur bjen ndesh, domethënë interesat e kësaj bote me mësimet e fesë, kur interesat e kësaj bote janë të mbështet, të ngritura në haram. Prandaj ka njerëz të cilët nuk mund më nis më fal, nuk mund më shku në haxh, se di që duhet me mshel restorantin me raki që ka. Se di që du të me lanët punën X, punën e saktume. Prandaj këtu du me bën ndërhyrje. Ka raste kur disa të tillë, besimtar rrugaça, hynë në Islam, edhe nuk e lënë rrugaçllëkun e vet, kapadai, sjelljen e keqe, çato ofendime, sharje. Po. Mirët hala me bizneset haramit. Pse? Ja ka leju dikush. Na mund të fesë, se këta janë qafira. Kjo është ideologji e rrezikshme, e ndaluar në Islam. Pra, ata që janë besimtar, ata në përputhshmëri me argumentet e Zotit i kryen e i lanë lakmit e veta kur është pyetje hududet kufit Allahut xhaleshanu. Pastaj mundon gjithçka praktikën me lidh me teori, me gërshetu me teori, domthonë thonë ne besojmë Allahut, edhe qesin praktik. Bile ka për tyne që unë një. Aksham për aksham nalet me vetën e vetë, sot mos kum gabu diçka. Ka shitjerve, me sjelljen tëme, me biznesin tëmë. Nëse pak dyshan, po thom një personalisht, që të jep sadak një pjesë të asaj të ti fitimi që kam po gjatë ditës. Subhanallah. Me pastru vetën e vetë, edhe mërzitet. Sa ka të banë rast kur i ka ik njëri të banë s'ka mujtë me pa për ja ka shit një diçka dhe i ka vrejt që ju ka kujtu që ka pas një vrejtjet vogël që absolut nuk qënë peshte, por ka ardhë edhe pëdo më tranu, pëdo me kajt, që ku mba mos ku hynë gjena, pëdo gjithë qysh me dhanë sadak, kretë fitimin pëdo me dhanë sadak. E kuptan dhe banë, elhamdulillah që ka të tjilë. Prandaj, të pretendash edhe të jesh real, që ashtu qysh po thu, është një hendek i madh, ignoranca pasaj bënd vetën. Ignoranca në realitetin se imani me zemër edhe me goj mbetet në parim pretendim nëse nuk vërtetuohet me vepra. Veprat janë pjesë e pandashme e imanit. E tash sa vepra?
Ajo është mesele e akides, mesele tjetër, që na e rëndësishme është me bo qash vepra sa neve është vërtetu me fe që nëse i bajnë qëto është për shembull pas kushtet e islamit, nëse i bajnë njerëzit, janë muslimanë, elhamdulillah, ka rashadet, ka fillu me fal namazin, me dhon zakatin nëse ka, me agjëru nëse ka mundësi, me kry haxhin nëse ka mundësi. Na i themi këti është besimtar. E nëse bën një vepër stakfrullah kufrit që është e qartë edhe janë ato kushtet që atër vjen kadia dhe si individ mund ta gjykoj si ka dalë pi fesë. Si ka dalë. Për ndryshe, na themi vetëm thush la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe thush jam besimtar me zemër, edhe veprat kret kundër kësaj, themi këtu ka dalë se është një hendek i madh mes realitetit dhe pretendimit. Si ndikon besimi si përfaqësor i atij personit në moralin, sinqeritetin dhe marrëdhëniet me njerëzit. Si sillet ai person që veç i ka si përfaqësor. Si përfaqësor, po. Parim mendoj që këta janë dy kategori. Ose ka mu sjell si ata gjahilat që s'kan fe fare, ose ka mu bon pak ma fullirant që për mana parës për prasërit të këta, se në popull e përdorin këtë fjallë të na, dhe më thonë edhe më duket begu e përshtatshme për ata që e din që i njohin do tipa na, unë e njohë tipa që janë fullirante, dhe më thonë ata kom të arushës t'i lanë dorë, veç mos mufshin, dhe më thonë mod me ty e vlia, mod falet apëtan edhe të vakte, jo pesi, falet si ta kryje, dhe më thonë aj e shet që aj kall. Ose dhe më thonë si gjahil, aj veç pretendu së është për i ka sjellët tamam gjahilit, ose din shumë bukur me lujt rolin. Me lujt rolin. Edhe në momentin që kryn shërbimin nevojën e tjere, e shë edhe të bëhen të qartë, këta janë më të rrezikshëm. Po edhe ata tjerë janë të rrezikshëm që sillen tamam sikurse një gjahil, një ignorant, një pa fe, për arsye se edhe ai është tu duk nga jashtë si musliman. Është tu duk, po sjelljen e ka katastrofë. Të dytë janë të rrezikshëm, po ky që di me ta lut lojën kjo më i rrezikshëm. Çka më bëna? Unë këshilloj që s'ka lidhja falet as falet. Atje jep selam, as jep selam. S'është pak e rënë kjo, po të tërë me thonë. Ulo dhe vërtetoje me fakte a meriton, as a meriton bashkëpunimin. Ulesh e bën marrëveshje, ja jemi vllazni. Veç me nënshkrim, me marrëveshje, me shkrim. Me notar me ato me këta, i ban pretendimet le të mbesin të ti. Për feja në mësën neve, kur dy besimtarë bëjnë shqitblere, le t'ja sëqarojnë një tjetrit një nga një, nëse vrejet që e ka mashtru diqka, edhe pse është kry marrëveshja, e kanë bë për herë një i kthejet malli. I kthejet malli. Ka dalë makina e vjedhur për shembull. Jo, ti pse se ke vërtetu, unë ta kom shit tash 3 ditë që 5 ditë, o ti, po makina, du të më pas letrat e rregullta, jo, me dalë e vjedhët. Ka dalë lopa që s'ka qumë është, po ku e kalon një javë, familja jo, që kanë bo gjitë edhe ka mendu që kur ka shku në shpes, po ban tamël, kjo ka dalë. Për ndryshe, dhe më dhanë, du të më sëqaru me kohë, çdo sen. E këta pretendusit, dhe më dhanë, e shfrytëzojnë këto situata, pretendus të besimit, edhe mundohen mi përfitu nga aspekti fetar. Disa persona e duan fen në teori, por e kanë vështirë të praktikojnë atë. Kjo gjë e parë, Islam është, ata nuk e kanë kuptu rëndësinë të vepruarit. Sa është rëndësishme me punu me Islam, pastaj domethënë pra dija jo mungon, pastaj sinqeriteti nuk është në nivelit, domethënë definitive, më saktë në bazë të analizave të dietarëve, është që ai i cili nuk e praktikon Islamin, ka mangësi të dukshme dhe shifët që ka defekte të mëdhaja në Islamin e tij, është në pikpyetje sinqeriteti i tij. Nuk dojmë me akuzuna, por një njeri që thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pretendon çdo ditë se është musliman me zemër, thot unë jam i pastër. Në anën tjetër domthon punët e shet çdo ditë që domthon dispozitat ato po quhen farzat e Islamit i shkatron. Atëherë edhe nëse do një melshu për me thonë, nashta më njeri është i sinqert, nashta është i sinqert në fjallën e ti, themi, ulemat kanë thonë, ma e sakta, në basë të analizave, nuk ka sinqeritet ai, se nuk mund me pas. Sinqeritet e në të kundërtën, po mundet gjdo kush për neve me bo një gabim, me rshit njëherë, me
Dhe më thonë, me na i kini namaz për shembull stakfirullah ose ku e di ç'a tham tash mos përmani. Mundet me të ndodh. Edhe pse je i sinqert, ama gjithmonë mu pa veprat kundër edhe me mbet vetëm pretendim. Andaj kjo një prej pikave domthon kryesore që aty nuk e kanë kuptuar realitetin edhe rëndësinë, edhe kjo nuk ju sjell sinqeritet. Prandaj në hadithin e sakt kur ka Dimam ibn Thalaba te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej kryetarëve apo dhëzve të fisit vet, kryetari i filan fisit te Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe e ka pyet pejgamberin në detaj, ka thonë kam të pyet, nashta kam të munu pak, po ma bën halal, i ka thonë se është çështje serioze. Ka thonë pashallah, më kallzon pashë Zotin që ka kriju qiell dhe tokë male, apo në me Zoti ta ka bë farz 5 vakt namazin, ka thonë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pashallah, po më ka bë farz edhe zakatin e haxhin, agjërimin ja ka përmend pra 5 kushtet e Islamit. Ka thonë nëse unë çtoj praktikoj, çka më garantohet? Ka thonë garantohet xheneti. Edhe ka thonë unë vallahi unë po të besën e Zotit që kam i kry qëto, dhe man praktik kam i qitë, as kam e shtu, as kam e mungu. Le man kanë thonë, kanë qenë obligim me këto pes kushtet e Islamit, edhe njeri dhe më thonë, ka thonë kam i praktiku, dhe man besimtarë, konë me kara shahadet, e ka pranu Allah me zemër, dhe praktikën 5 kushtet e Islamit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është kthy munisë, dhe ka thonë, vërtet ka me shpëtu ose ka me fitu xhenetin aflaha in sadaq, nëse aty e thonë vërtet, nëse ka me vunë praktik me të vërtet, dhe më thonë që ato që ma tha mu, që atë besë që ma tha mu, nëse qenë në praktik, atër kë banorëve të xhenetit ka me shpëtu prej xhenemit, ka më konë për banorëve të xhenetit. E kjena me kuptu që ka pas shumë seriozitet të çështja e veprimeve, punë e veprave në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe feja na mëson kështu. Nëse njerëzit nuk do ta dinin se ne jemi musliman, atë do ta vrenin nga sjellja jonë. Gjë e parë, kemi për mu vrejt të ti ose të unë, domethënë a jemi besimtar ajo, e kemi 2 forma për me na vrejt tjertë. Formën e jashtme, që jemi të folë që e pretendimi që nëse s'ekziston veprimi, mbetet veç pretendim, edhe ona e brendshme. Ona e brendshme shfaqet momentin që fillon me pas punë me ta. Më thonë fillon me fol, me pas një tregti, një shitblerje, një muhabet në shkollë, në fakultet, në autobus, në lokal, në restorant, në darse, ndekje. Këto kanë me marrë vesh ata me gjestet tona, a jemi besimtar apo jo. A mundën me u bin që si jemi besimtar, mundën me u bin nëse na thjesht atë pretendimi e majmë dhe më dhanë kot edhe me vepra nuk e vërtetojmë. Po nga ana jashtme, duhet në parim, duhet besimtari me pas kodin e vetë. Nuk po du me thonë që detyrimisht na me u dallu prej të tjerëve me shumë sene, por na duhet me u dallu me pamjen tonë edhe me veshjen tonë. Kur tham pamjen, dhe me thonë ajo që na dallon nga të tjerë si besimtarë, është për shembull te mashkulli, është çështja e mjekrës. Te femrat mbulesa. Çka në shikim parë. Pastaj këtu hyn mas kësaj është ulja e shikimit nga harami për të dy gjinit. Apëton musliman me mjekër edhe stakfirullah, apëton sëti kullot poshtë në altë. Kjo s'është në rregull. E tash, veshja nuk është detyrimisht çfarë lloj veshjes kime pas, po detyrimisht është me pas do rregulla mrena veshjes. Bile, nuk është patjetër me ndjek një trend të caktuar të një shteti, kur në shtetin tonë çaj trend është i pa arsyeshëm, i pa pranueshëm. Është sunet, thonë dietarët, sunet është mi vesh rrobat e venit tonë, që i përshtaten venit tonë, por më konë rroba që i plotësojnë kushtet islame, me qenë e gjanë, mos me qenë e të dukshme, mos me qenë ekstra me shenja ose me stile, po të filon sektit, të filon fesa, ku e diqka. Por, në më thonë, prandaj i vesh besimtari, ma të gjana, ma të jo të dukshme, e tjere, e manë, dhe më thonë, deri të zogu i kamës, kjo është mas pako që mund të themi, pa hynë ato debatet, a është farza, a është obligim, a haram, mas pako themi sunet, mas pako që mund të themi, bile s'pako dete fundi i zogut kamës nëse. E këto dhe më anë është pa mjashme. A ka rrasë si kur dikush nga vlezrit ose nga motrat mund të mashtrohet me këtë pamjen që e ka dhënë vetës, edhe pastaj t'i arsuetoj disa budallaki dhe vetat, pa thamë kështu se po du më konë sa ma i qeltë edhe jo më konë shumë ingurt, më thonë,
mundohet dikush për besimtarë mi arsyetu pra disa çmenduri që i bën ai, me ato se unë jam domethënë nga jo. Ti anën e jashtme që pe jep me të parë, brum me të parën, me të skanu si musliman, tash ai ashtu të afru ty si besimtar, se po të sheh për jashtë po dukesh. E tash le ta bind veten hala ma shumë ti me sjelljet tua, ta bindesh atë se për më ti e çaj meritori ç'është ka skanu ai. E jo mendo edhe kundërta, domethënë me për jashtë më duk si musliman, pastaj me kall njerën. Me kall. Me thonë unë u mashtrove, pas nuk du të mendo edhe kundërta, për jashtë mos me të vërejtë si musliman, sepse na kemi raste kur diku i vjen marrë mu paraqit çashtu ç'është ashtu. Në vepra ndoshta është i mirë në sjellje. Alhamdulillah, bile ka gjysën, po prap duhet edhe anën e jashtme, po edhe anën e brendshme mi bashku këto dyjat. Edhe kur të fillon me fol, domethënë, me ditë na kemi raste për shkak kur shkojmë në ndonjë vend edhe vetë ju njerëzit thonë, nëse s'thojnë ai e hoxh, thonë ai e besimtar ja. E kupton, në momentin pra të pa diçka, të pa një tash ku e ka vrejt, çka ty na shtas smunësh me thonë mirë, ka morë vesh ti, po ai e ka vrejt. E tash këtë janë nisësh me ndriçimi i fytyrës apo te nuri. Po ato janë kategori tjetër, dhe nuk du tash mi shtin tri pa vllazënit edhe motrat që kanë menangu këtë podcast tonin, thash edhe po e përsëris për tretën herë, kjo është një naje po e quaj ashtu shumë e relaksume. Dy sene kemi tek nuri i fytyrës, nusë Allahun që të na ndriçoj fytyrën tonë me ibadete dhe të na largoj prej harameve. Se ç'dia ka ndikim të madh në ndryshimin e nurit fytyrës, pastaj vetmia, besimtarin e ndriçojnë ibadetet e vetmisë, ibadetet e territ, po quaj kështu, ibadetet e territ. Ti nuk është patjetër territ, po të vetmisë, që i bën natën që s'e kërkosh. Ato ndikojnë në reflektim. Prandaj është dikon prej besimtarëve që nuk picillavat shumë, çashtu i thënë në gjuhën popullore, vonë rën tamam çuçi takoni muslimanit si burr, po ka nur në fytyrën e vet. Është i pranueshëm për të tjerët pamja ti. Dikush tjetër mundohet këta me veç që s'ja ka nisë me ik vetllat edhe me bë. Është i papranueshëm. Çka është nuri i imanit, që ka me reflektu, si ma hum fi wujuhim min athari sujud, shanjat e tyre shihen në fytyrë, nga sejdja që e bëjnë janë përkushtuar për Allah. Por, për me ka nur besimtari, edhe për shkak nëse nuk e ka ngjyrën e shumë të bardhë të lëkurës, por nurin e ka. Nurin e ka, subhanallah. Paka shumë jemi mësu të i pa besimtarët, mund t'i dallojmë, jo ndoshta 100%, por paka shumë e kemi një çfarë perceptimi për njerëzit të cilët janë subhanallah ibadetxhi, sidomos namaz. Duhet më rujt këtu, domethënë prej dy gjanave. Mos me shku edhe me mendu se ajo shaja këtu në ballë, që dikush e bën me bën shumë me zër, që me të bën po, se kjo është lëkura, po kupton, dikush i bën më shpejt duke e fërku për tokë, për të pi, e dikujt ma jo. Prandaj me pas kujdes mos me mendu se në ajet kuranor shanjet e sejdës janë fytyrë tyne, me mendu që se Allah ka thonë fytyrë, nuk ka thonë veç mballë. Në mballë ajo nuk reflekton detyrimisht që bile ka raste kur ulemat e kanë konsideru si shajet dyftyrësisë të pa qëllimshme, ndoshta se ka për qëllim, por menon që çajo është ajeti, për kretë ulemat janë të pajtimit që ajeti se ka këtë kuptim. Edhe tjetra, mos me bë sejdët, mos me bë namazin, që ai më thon, le të më reflekton tashmë fytyra nur. Ti bën për izat Zotit azza wa xal. Sa më shumë që punon për një qëllim që s'është razilluku i Allahut, Allahu ka më punu kundër qëllimit tan. Për shembull, dikush punon e fal namaz, mi bë fytyra dritë nur, si ban nur. Dikush jep sadak, jep zeqat, jep sadak, për mu përmene amniti. Nuk përmenet. Se para përmendet ai që e bën msheft. Veç msheft. Apo çysh kam i dal në shesh. Do më fitu autoritet të njerëzit, respekt. Mshef i ibadetet. Jo më shfaq une. Prandaj domthon praktika edhe teoria kanë shumë dallim. Kur njeriu fillon me praktiku, në momentin që e kupton se pa praktik nuk ecet përpara, pa i përvjel kret nuk mundesh më bë milioner. Sa dush ti jep ideja në për podcast aty domthon që çish më bë milioner, ama ti rrin domthon dhom nuk mundesh atje. Çështo është një musliman domthon vetëm me pretendime, pa i përvjel krahut nuk mundet më bë besimtar i mirë nëse praktikën nuk e. Sa më bë, sa më shumë çachma, Islami është një tërësi. Domethënë sikur se copa po e quaj kështu, të mozaikut. Sa më shumë që bën vepra të mira,
që ato pretendimet, ai është po më i kompletuar si besimtar. Ama me pretendu se thjesht si një njeri që kryen adhurimet, si një që s'kryen, po ka thonë jam besimtar me zemër, janë njëjtë, kjo jo. Kjo nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Prandaj ndoshta hym në për disa detaje, por kam dëshirë që ata që s'kan mujt me të parën me kap përsëdytje le ta ndëgjojnë këtë podcast, se në jetën praktike jemi ballafaquar me shumë raste të tilla dhe mendoj që ka disa shkëndija që munden me përfitu edhe me e këqyre vetën, a kanë nevojë për një refresh me aboni për mirësim vetës apo jo, sepse edhe të thush me zemër edhe të shqiptash me gojë është e rëndësishme, por ajo kyçja kryesorja mbetet praktika. Sidomos në thënë pyetje epshi, kojtja, lakmia, harami edhe dini Allahit, kujt na japim përparësi. Hoxh, Allah ju shpërblet. Amen, Zotit nderoft. Të dashur teleshikues, sot e shtjelluam një temë shumë të rëndësishme me Hoxhën e nderuar, një temë që secili prej nesh duhet kuptuar rrezikun prej saj, sepse feja e Allahut është fe me përgjegjësi të madhe. Andaj ajo nuk duhet të manifestohet sipërfaqësisht, por ajo duhet të përjetohet nga brenda. Shpresoj që ky emision të jetë i dobishëm për të gjithë. Me kaq e mbyllim këtë epizod. Selamu alejkum.